Ajsa po ka publikuar projektin e tij më të ri, ndërkaq në vazhdim përveç punës, do të na flasë më shumë edhe për lidhjen e tij për të cilën të gjithë e dimë që janë bashkë, por ai asnjë mënyrë nuk po e pranon. E ndjekim bashkë Gjikon në një material të përgatitur nga Vloriana Lile. Energjie që me pas hejtera. Jeta private e Gjikos nxen si hapësirë të veçantë në shkrimet e shumë gazetave. Për të dhe Elita Rudin tashmë s'ka dyshime se dysha janë bashkë dhe në rregull me praninë e njëri tjetrit. Jeta jote private nxen një hapësim të veçantë shkrimet e shumë gazetave, mes jetës tonë private, lidhur me dashurën tonë. Wash me whip, wash me nene, wash me whip, wash me nene. Okej. Faleminderit shumë. Pyetjen tjetër të lutem. Edhe pse reperi për këtë pjesë nuk flet, ajo vetë është e ditur. Sidoqoftë, Yjet Night, projekti i fundit i tij publikuar me 12 mars, ka arrit afro 2 milion klikime. Është këngë e pëlqyer për DJ ku transmetohet në shumë klube e edhe radio, teksa në 3 pjesë në klan kosovash në pozitën e 4. E këto deri të arrihen është një torturë psiqike për gjithë këngëtarët. Pas kësaj këngë, Gjiko do të nisë një punë intenzive lidhur me projektet e Stinës së nxehtë, pikërisht për faktin që kjo sezon është gjahu i secilit këngëtar e duetit me Gjinin e Butë nuk do të jenë larg mendjes. Po, projekte ka me pas gjatë, unë e vishjum hi në atë sezonën teme, që qes kong, është sezona gjyëtis, do me thonë, dalim gjah, për hita, edhe ka me vazhdu kështu, çdo një muj 25 ditë me qitë ka një kong, edhe ka me pas shumë kong bukra, konga Yjet Night, jam i kënaqur me këtë kong, sa janë fansat e mi të kënaqur. Mundohem me bot të paparashikueshme, normal, me femën se këngëtare me testikuj s'ka. Ka këngëtar pa testikuj. Po këngëtare me testikuj s'ka. Ndoshta edhe ka, na se dim. Është plot mrekullia kjo bota showbizit.